Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV ku ditën e sotme redaksia e emisionit Pa Gjurmë do sjellë historinë e një 34 vjeçare të zhdukur nga qyteti i Lushnjës. Dhe regjia menjëherë do na prezantoj me foton e Etleva Biçakut. Ditën e sotme ne disa minuta të programi do t'ja kushtojmë Etleva Biçaku, 34 vjeçaria nga fshati Thanas i Lushnjës, e cila është zhdukur në rrethana misterioze mëngjezin e 29 janarit të vitit 2021. Janë mbushur 4 vite këtë janar të 2025 dhe ende familja Biçaku nuk ka as informacion për vajzën e tyre. Ndërkohë që ka udhëtuar nga fshati Thanas i Lushnjës babai i saj, Qemal Biçaku, i cili ndodhet me mua në studio dhe menjëherë dua ta përshëndes. Qemal, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Më thej që jam lodhur shumë sot me rrugën që përshkrove dhe ke ecur goxha në këmbë dhe në Tiranë, nga terminali ke ardhur në këmbë dhe në ambientet e Report TV. Na shërben. Por gjithsesi mund të kërkojë ndihmën tonë, të sillim një makinë te terminali që mos të lodhesh e kaq shumë. Ju përshëndes herë për emisionin. Të falenderoj. Punë të marë, suksese, si staf, edhe urime. Unë uroj që t'jetë i mbar ky vit për të gjitha rastet që ne trajtojmë ditë pas dite në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe sot të keni këmbën e mbar dhe për vajzën tuaj të humbur. I dashur Qemal, 4 vite dhe asnjë shenjë, asnjë gjurmë mbi Etlevën. Jo, akoma jo. Këto kohët e fundit që ne kemi qenë bashkë në kontakt, keni marrë ndonjë informacion? Po të kisha marrë informacion, do u kisha njoftuar. Po nuk kam asnjë lloj informacioni. Vetë si baba, çfarë dyshoni? Sepse largimi i Etlevës nga shtëpia me këmbët e saj në orët e para të mëngjesit të datës 29 janar ngre shumë pikpyetje. Më mirë se ju nuk e njeh askush vajzën tuaj. Çfarë dyshoni? Domethënë, largimi i saj për ku? Dyshimi im i pari ishte për shkumi, që e kam denoncuar për shkumi. Se ka qenë me depresion, ka qenë me ndryshime. Pra, ju keni menduar në fillim se për shkak të depresionit që vajza kishte kaluar dhe po kalonte në atë kohë, mund të kishte bërë ndonjë veprim fatal për jetën e saj dhe mund të ishte mbytur në lum. Po, janë tërhequr si prind, përsa e njoh gotën time, se jo 4 vite pa mua, po edhe 4 ditë nuk bënte vakikje të ri. Dyshimet e mia janë se goca ime është trafikuar. Jam tërhequr nga shkumini, goca ime është e trafikuar. Kur themi që dyshojmë më saktë që... Po dyshim se... Dyshim, e qatë që Etleva ndoshta për shkak të problemeve që kishte mund të jetë shfrytzuar nga persona të tjerë, keni në mendjen tuaj emra konkret se kush mund të jenë këta persona që ndoshta nuk i bëjmë publike emrat e tyre, por dyshoni te persona konkret? Dyshime kam. Persona konkret që mund të kenë gisht në zhdukjen e saj? Kam, Lajmësi që ka qenë, i fundit, ke Lajmësi e kam dyshimin, por që me sy s'kam pa jo, me verë s'kam gjuhë jo, të akuzoj tjetrin pa bazë, nuk e marrë mundimi. Dyshimet i kam për trafikim. Unë uroj dhe shpresoj që të arrim sa më shpejt në gjurmët e Etleva Biçaku të vajzës tuaj, i dashur Qemal. Regjia po i jep ato pak foto që ju na keni vënë në dispozicion. Kjo është Etleva Biçaku, dashur miq, aktualisht i vjet 34 vjeç, e theksoi vendlindja e saj është fshati Thanasaj i qytetit të Lushnjës. Ajo u largua nga shtëpia në orët e para të mëngjesit të datës 29 janar të vitit 2021, plot 4 vite dhe ende nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e kësaj të reje. Ndërkohë duhet thënë që Etleva Biçaku vuante nga depresioni, mjekohej për shkak të jetës së vështirë që kishte bërë, ajo kishte humbur nga kjo jetë nënën e saj, zoti Qemal ka humbur bashorten nga kjo jetë, por edhe nga disa martesa të dështuara të Etlevës kishin ndikuar të gjitha në anën e saj psikologjike dhe e reja
ishte drejtuar mjekëve dhe babait saj kujdesej kohët e fundit, por ai nuk e kishte menduar kurrë që mëngjesin e 29 janarit do i linte të gjithë anëtarët e shtëpisë në gjumë, do vishej dhe do dilte nga shtëpia duke mos lënë asnjë adresë dhe deri më sot që flasim, drejtimi i saj është i paditur. Por kush është historia e Tleva Biçakut? Unë dua të prezantoj një material që ne kemi përgatitur dhe rikthehemi ditën e sotme në studio, pasi unë këtij babai që ka zemrën e lënduar për të bijën, dua që ditën e sotme t'i jap një informacion që kam bëritur në redaksin ton, por ende nuk dihet e vërteta. Është ndezur një dritë jeshile, ne po bëjmë kërkime, urojmë të arrijmë në gjurmët e saj. Materiali, rikthehemi. U largua nga shtëpia 4 vite më parë, ende nuk dihet asgjë për vajzën nga Lushnja, e cila mban në ankth familjarët. Tleva Biçaku nga fshati Thanasa i Lushnjës u largua nga banesa në datën 29 janar të vitit 2021, që nga ai moment familjarët nuk kanë asnjë informacion për të, edhe pse kanë bërë denoncimin në polici. E reja prej disa vitesh vuante nga depresioni, ndërsa kohët e fundit kishte ndërprerje dhe mjekimet. Nëna e la të vogël, kur ajo ishte vetëm 13 vjeçe, një nga arsyet që rëndoi edhe gjendjen psikologjike të Tlevës. Përfundoi edhe më keq pas ndarjes nga bashkëshorti 10 vite më parë, një ndarje të cilën ajo nuk e përballoi dot. 30 vjeçarja aso kohe u largua nga shtëpia rreth orës 7 të mëngjesit, pa u vënë re nga askush. Në kohën kur në banesë ishte edhe babai dhe vllai i saj, një vajzë e mbytur në vetvete, Tleva është një nga 7 fëmijët e familjes Biçaku, ndërsa jetonte në shtëpinë e babait që prej ndarjes me ish bashkëshortin. Shemal, e besoj dhimbjen. Ndryshonte. Po të bëj këto pyetje për të ditur, domethënë se në çfarë situate ka qenë vajza juaj përpara se të humbiste. Ajo ishte aftë, ajo bënte punët e shtëpisë, gatuante, le të themi nëse pyesje, fliste, komunikonte me njerëzit. Ka qenë shumë e rregullt.
Po, se si ndodhi, se si erdhi momenti. Është vajza e vogël e shtëpisë. Jo, Nuk është e vogla. është e dyta nga vajzat. E dyta nga vajzat. Ka kaluar 4 vite, por unë jam sigur që mëngjesin e 29 janarit të vitit 2021 ju nuk e keni harruar dhe nuk do e harroni kurrë. Kur? Ditë që të ndau nga vajza. Nuk e harroj kur se e kam dëgjuar vetë me vesht e mi që kur është ngritur, se e ndëgjoja, se unë rria në dhomë time, po e ndëgjoja mjes për mjes, i ngrija e para, Zhurmat që bënte, që ngrinë të dhe zgjoni dhe ty nga gjumi. Edhe atë ditë unë ndëgjoha, po ta dija që do ikte, nuk e kisha lënë, po ku më vajte menja se do ikte. Por atë mëngjes, keni qenë ju në shtëpi, ka qenë e Tleva, kanë qenë pjesëtar të tjerë? Po, Askush nuk ka komunikuar me Tlevën atë mëngjes kur ajo jo, është veshur? vetëm goca e qunit mah, Mbesa. Mesa, e vogël, po, i thot, e shikon që përgatitet. Që po vishte robat. Që po vishte robat dhe i thot goca e qunit mah. I thot, ku do shkojsh, thot që, që të duhet ty, thot. Kaq. Po jo që të vind të më thot, mua, si vajte me, se atë përgjigje i dha, që të duhet ty. Por, thjesht fakti që ajo është ngritur, ka heshur rrobat e gjumit, ka veshur rrobat që pikërisht, duheshin veshur për të dalë, Edhe shkoj e të fudhe në ujnë në shkumi, nuk shkon. s'ma merë menja. Duke si kura ka patur një Ka plan në mendjen e saj, Një farë plani, një farë përgatitje, e pati. Se robet më të mira, krevatin e ngriti vetë, telefonin me prekje, me vete. ajo ka marrë dhe telefonin atë ditë me vete. Në momenti që vajza juaj e Tleva doli nga shtëpia, kur ti u zgjove nga gjumi dhe e pe që nuk ishte në shtëpi, Aty u vura në lëvizje, unë pasaj. u trombe. Fillova ta kërkoj, në përlagje, e ku është, Telefoni saj rezultoi fikur që në atë moment që ju e provuat, u fik telefon. telefoni saj u fik. Nuk binte më. Por në fshat, sepse në fshat mëngjesi është i hershëm, njerëzit ngrihen herët, edhe në qytet Tirana, unë besoj nuk ka as mëngjes, as drek, as darkë për shkak të lëvizjes. Edhe në fshat njerëzit ngrihen shumë herët. Fshati nuk dha as një lloj shpjegimi fare. Se ora 7 e mëngjesi që e ka dalë nga shtëpia, Qendër, Po pra. ashtu dhe lëvizje rrugë të mbushur me njerëz. gjithë krahat, ora 7 e mëngjesit, gati. Kështu që s'ka mundësi mos e pa asnjë. Askush nuk e kishte pa. Asnjë nuk ka dhënë edhe një sinjal. Por le të themi që pas humbjes së vajzës ti menjëherë u drejtove policisë. Po, Ke bërë një denoncim në mbas polici dite, se e kërkova. gjithë ditën Po, dhe nuk gjete asgjë. nuk gjeta asnjë lloj. Pra, ti je përshtypjen që ajo ka dalë nga fshati, ka dalë në rrugë kryesore dhe ndoshta mund të jetë larguar I kontrollova rrugët e fshatit. fshatit, komplet periferinë, pyeta në për lagje, në për fshate, në për njerëzit e afërme. Dhe le të themi me ditë të tëra keni bërë kontrolle edhe në Lum. Po, Lumi që përshkron nuk fshatin kemi tuaj, lënë vend deri nga Thanasaj, edhe deri në Divjak. keni bërë kërkime, Po kërkime neve, me Jo. njerëzit, jo shteti, jo. por pse? Në momenti që ju bëti denoncim dhe keni dhënë dyshimi, Shteti as asnjë i lloj. plumbar nuk erdhi për të bërë? Jo plumbar, po edhe një komandare nuk solli. Që të jetë erë vetës si shtet njërë në rreth parë. Pastaj, të jetë erë shtetit vetës vetë, një komandare që të mbinte edhe mua që po përpiqet se Për të ka shtet kërkuar. për gjetë gocën teme. Dashur Qemal, unë jam prekur shumë kur flisja me djalin tuaj në telefon dhe më thoshte që babai çdo mëngjes, çdo mbasdite shkon buzlumit dhe vetëm kërkon se ndoshta mos gjej një shenjë e Tlevës. Sinqerisht jam prekur kur ai më tregonte për ju, kur ju telefonoja në familje. E kuptoj dhimbjen e madhe, por e uroj që ajo atë ditë mos ta ketë marrë drejtimin drejt Lumit, por të ketë dalë në rrugë dhe ndoshta ka vazhduar diku tjetër drejtimi i saj. Edhe ti sot në programa the Manise, programi që i kam hequr dyshimet se vajza mund të jetë mbytur në Lum, ndoshta mund të jetë gënjur nga dikush dhe mund të jetë trafikuar. Goca është mashtruar. Ti ishte në shkumi, një copë robe do gjendej.
gocën e mashtruan, e trafikuan për tamam, a i trafikonti që e trafikoj mori dorë lek, a i që e mori nuk i doli ashtu, se nuk i tha që është me ilaçe me mjekim, kështu që goca ime, Zoti është i madh, po goca ime për menimin tem, është e trafikume dhe është e eliminume. Vajza juaj të humbiste në këtë lloj forme, të vishe dhe të dilte nga shtëpia pa lënë një adresë, a kishte shfaqur ndonjë problem e Tleva, ndoshta jo me ju, se s'ka mundur do të flasi me babajin, me vlezër, me motra, me nipri që kishte mbesat, ishte shprehur se mund të largohej një ditë apo Po deta mu më ka thonë që më le rahat se do shoh jetën teme. Mu si bab. ta ka thënë këtë fjalë. Po. Por çfarë ndodhi që ta tha Po ndodhi se i thash unë se prindi për fëmin të shi. jep maksimumi dhe do më të Po. mirën, pa dyshim. Po i thosha që jo birë. Këtu jo dhe aty jo, se po 3 herë e thejuar e martuar. Pra, 3 martesa të dështuara që këto kishin ndikuar në psikologjinë e vajzës, pa dyshim. Deshte vetë, jo se e çoja unë, deshte vetë të martohet, krijon të familje. Po, Unë nuk deshja, si që në dakord, se e smur. e qartë, ju e dini që vajza kishte probleme dhe nuk ishte Po aftë. edhe deshte vetë, kështu që me dëshirë, jo me imponim. Me dëshirë, shkonde, rrinte 2 javë, Ikte. tërhiqej. Por, momentet përpara se Edhe unë... pranaj nga kjo i thash unë që Po, mos më birë më dhe se nuk durohet, nuk shkon mu. por çfarë, të shprehu dëshirën që kishte njohur një djalë dhe donte të martohej Ja, sërish nuk më shpreh ato, po kur u tërhoq nga kjo martesa e tretë, e fundit, e fundit,
këtë dyshim kam. Por Etleva për martesën e tretë, çfarë të tha? Ndarja erdhi nga vetë U Etleva? tëroj vetë. Etleva? Po, Çfarë të tregoi kur erdhi në shtëpi? Nuk ishte e kënaqur? të tregoj e solli vetë, edhe mu lutën ata. Ish bashkëshorti, le të themi, i treti, e solli vetë në shtëpi, po? Po. Kur themi të lutën, për çfarë të lutën? Mu lutën që ti musha me që të mos ikte, Mos të ndaheshin. mos ndash. Por pse Etleva? Unë i thash, nuk bëhet me pahirë kjo, se unë u thash që gocën e kam të smurë. Dhe nuk është në gjendje të krijojë një Nuk është familje, në e qartë. një familje. Ranë dakord, u tërhojq, nuk bëhet me pahirë, i thash. Nuk i bëri gjanë, nuk e lusë. Vajzën. Po, Sa qëndroi Etleva te bashkëshorti i tretë? 3 javë. 3 javë. Do të thotë që ata nuk ishin njohur fare me njëri tjetrin. Dhe ajo vendosi të jepte fund kësaj martese. Kur erdhi në shtëpi Etleva që u nda nga burri i tretë, si ishte gjendja e saj? Të tregoi, nuk ishte e lumtur, nuk ishte e kënaqur, apo për shkak të problemeve të shëndetit mendor ajo? Aqe patja, neti 2-3 javë aty. Çfarë të tha vetë vajza kur erdhi? S'pat trajtim, se e pa rretu që s'pat trajtim. Mjekimet nuk ja bon. I kom bleun ilaqet i mora vetë nga lushe i kom shuun kavaje i zonja dhe deta. Se nuk ja dhanë mjekimet. Në i kohë që unë u thash që Vajza është me mjekimet dhe ilaçet nuk duheshin ndarë. I dashur që unë të kuptoj që për shkak të problemeve që Etleva kishte, nuk ishte në gjendje të krijonte një martesë. Ti gjithmonë ke refuzuar që ajo të mos martohej, por ishte vetë Etleva që kërkonte të krijonte një familje. Por si u njoh me këtë personin e tretë? me lajms. Me Lajms. Lajms ishte nga Kavaja apo nga Nga Tanaf? Kavaja. Nga Kavaja. Por si u njoh ju si familje dhe erdhi u kërkoi Pa im gjetë mu, lajmsi. Jo të kërkoj unë lajmsa për gotën ti. Jo, e qartë, e kuptoj, ti s'ke dashur asnjëherë martesë për vajzën. Ai nga Kavaja erdhi dhe u gjeti dhe kërkoi dorën e Etlevës. Edhe jo Dini që përpara disa kohëve ne kemi qenë të dy së bashku në këtë studio ku kanë ardhur shumë informacione për një vajzë në moshën e Etlevës, me tiparet e Etlevës që ishte në situatë rruge në qytetin e Durrësit, shumë telefonata pritëm, arritëm ta gjenim atë vajzë dhe nuk ishte Etleva Biçako. Por uroj që ky informacion që unë do të përçoj ditën e sotme të jetë lajmi i vërtet dhe të jetë Etleva Biçako. Gjatë kohës që ne kemi qenë në zyrën tonë, na erdhi një telefonat nga Greqia. Një zonjë, në fakt, na telefonoi dhe tregoi se një vajzë shumë të ngjashme me Etleva Biçakun, ajo e kishte parë tek shoku i ngushtë i bashkëshortit. Pra një person nga veriu bashkëtonte me një vajzë prej disa kohësh dhe bëhet fjalë për vitet e fundit dhe kishte një ngjashmëri me Etlevën. Ajo na kishte parë së bashku me bashkëshortin e saj kur ne kishim trajtuar historinë e Etlevës dhe dyshon se Etleva jeton me këtë person.
Unë dua në këto momente që ne të dy të kthehemi nga monitori dhe ta dëgjojmë këtë bisedë telefonike që unë kam pasur me këta emigrant dhe dua t'i falenderoj nga zemra të gjithë emigrantët që e ndjekin studion e emisionit Pa Gjurmë dhe çdo informacion që ata mund të kenë për personat të humbur nuk hezitojnë, por menjëherë na telefonojnë. Mirë, regjia do na ndihmojë në këto momente me dëshminë e parë, le të themi, ndoshta edhe shumë të rëndësishme për 34 vjeçaren e humbur nga Thanasi i Lushnjës. E dashur, përshëndetje. Përshëndetje. Unë sinqerisht të falenderoj që më shkruajtje për Etleva Biçakun. Burri njohu atë vajzën, se ish burri asaj që ka mbet vajza, e ka pas shok, e ka shokët e mirë. Etleva Biçaku dyshoj se jeton me një djalë sot. Nuk e di gjë, pa 7-8 muaj ka qenë me këtë personin që një burri. Si quhet ky personi? E më që di unë. Dhe çfarë vendi jetojnë? Mendoj unë, do ishim në Tiranë, ku më mirë të jap numrin e burrit, edhe flisi vetë se je njeh më mirë se unë. Mund ta mendoj që tani. E qartë, mund të ma dërgosh numrin dhe të lidhem tani? Numri i burrit tim, po. Po. Tani e dërgoj unë. Të falenderoj, po të pres, Okej. falenderit. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje. Unë fola pak më parë me gruan tuaj dhe më dha një lajm për Etleva Biçakun. Po, mbrëm, po e shikoja videon të shtëpia, rastisht, kur pash foton e saj vajzës, thash, kjo është 100%, sepse e pata parë me këtë shokun tim, kjo ka qenë lidhur, të them, gati 2 vjet, para 2 vitesh, 2 vite e gjys. Kjo është ka qenë i martuar këtu në Greqi, këtu ka rriun në Kozan. Ka qenë i martuar kjo dhe iku për punë dokumenta, që iku në Shqipëri. Edhe u lidh me këtë gocën. Tani unë pa të pa dhe video se flisim, kur flisim me këtë shokun tim. Po? Dilte edhe nga një herë, dilte edhe kjo goca. Edhe parë dhe foto, thash 100% kjo është. Tani ka një 7-8 muaj, ka ik nishur kjo quni, edhe pa ta pyet. Sa ç'a bëhet me atë gocën, me nusën për shembull, se kjo thotë e kam nusë, apo jam martuar thotë. Sa kom lënë në Shqipëri, edhe nuk më jepte shumë detaje, a kupton. Kur ka dalë kjo vajza, e ke ditur emrin e saj? Do me thënë ta ka Ja. Por Jo, se kom ditur emrin. shoku juaj me origjinë nga cili vend i Shqipërisë është? Është nga Rësheni. Por nga e folura nga dialekti, vajza nga cila zonë e Shqipërisë ishte? Po nuk më tregonte origjinën, a kupton? E pyet se unë nuk më tregonte. Edhe nuk e fuçë thellë, nuk ta pyesja, a kupton? E qartë, parafërsisht ajo vajza sa vjeç ishte? Se Etleva është 34 vjeç që kërkojmë ne. Nuk e di fare, nuk i di zonat fare, vetëm se fotot, kur i shikoja fotot unë kur dilin bashkë, Po. gjithë në Facebook, në Instagram, ku di unë, edhe ishte e njëjta, me këtë në foto që pash video në mram. Vetëm merë dhe keq se pash babin e vetë thotë që kërkon gocën, edhe thash, kjo është 100%. E urojmë që ti jetë Etleva Biçaku, por të falenderoj, sinqerisht të falenderoj nga zemra që më telefonove, vetëm të Shumë lutem. faleminderit, do të dërgoj numrin në atë adresën e Facebookut, dhe merre pyetje ti di vetë. Kontakto me të. Të falenderoj, sinqerisht të falenderoj. I dashur Qemal, e dëgjove me vëmendje zotrin. Ai tregon se një shoku i tij që janë njohur në Greqi, që është nga Rësheni, ka 2 vite e gjys që është njohur me një vajzë që jetojnë bashkë dhe dyshon që mund të jetë kemi të bëjmë me Etlevën apo kemi të bëjmë me një person tjetër. Unë do doja që ditën e sotme emigrantin ta telefonoj nga telefoni im dhe të flasësh ti
privatisht me personin që e dëgjuan të dy së bashku, ndoshta unë e thash që më mirë se ju nuk e njeh askush vajzën tuaj, mund t'i bësh disa pyetje të tjera. Ai e ka parë atë vajzë kur ka folur me shokun nëpërmjet kamrave dhe vazhdon të dyshojë që mund të jetë e Tleva. Do të flasësh tani në transmetim apo pas kuintave unë ta telefonoj? Ma mirë mbrapa. Nuk je në gjendje të flasësh. Mirë, unë do të kaloj numrin e këtij personi që ti të flasësh. I dashur Qemal, ne zotëria na dha dhe një adresë Facebooku, ti e dëgjove. Në fund të një kërkova një adresë Facebooku të djalit në fjalë nga Rrsheni. Ne kemi një emër dhe një mbiemër të djalit në fjalë. E kemi gjetur adresën e tij të Facebookut. Në fakt Facebooku i tij ka një nickname, një emër tjetër dhe jo emrin e vërtet që ai njihet me emër dhe mbiemër. Pseudonim quhet. Bravo, më ndihmove, s'po e gjeja dot këtë fjalë, me një pseudonim dhe jemi munduar të lidhim sa më shpejt kontaktet me të. Unë personalisht vetë i kam dërguar një mesazh në Facebook t'i djali, ende nuk e ka lexuar, çdo orë, le të themi, çdo ditë e kontrolloj, uroj dhe shpresoj që ky person të jetë duke na ndjekur në këtë transmetim live. Jam e sigurt nëse ai bashkëton me Tleva Biçakun, do na telefonoj sepse ndoshta ai e dashuron dhe ka nisur një jetë me Tlevën, por është babai që do të di të vërtetën. Mirë bën që na telefonoi, edhe unë nuk kërkoj as diçka, po edhe anonim ta jap. Vetëm të thotë që është filan vend, është gjallë. Edhe goca, nëse më dëgjon, ky është mesazhi im, se do më pyesësh mua çfarë mesazhi kam për to. Po ta japë nëpërmjet muhabetit, edhe goca ime nëse na ndëgjon, edhe nëse është gjallë, edhe na shikon, se nuk kanë fuqi që qëndroj kështu. Të besoj. Le të telefonoj, ju uroj që ta ketë gjetë jetën e vetë, sikur më tha që do shoh jetën time, e uroj që të jetë gjallë, po me që më shef, me që na ndëgjon, një telefonat, apo ai që e di, të thotë që e kesh në është e mirë, mos u lodhë mu, as ju dhe mos lodheni, edhe unë qetësohem se ka një varr i hapur. Varr pa shenjë. Se njeriu lind vdes, po varroset. E varr i hapur, gjithë jetën nuk rri. Kështu që këto këtë mesazh kanë ata që kanë ndjeni, do jetë njeriu më i afërt i shtëpisë Qemal Biçakut. Kushdo që do të japë një informacion të saktë për vajzën tënde dhe të besoj, do jetë njeriu më i rëndësishëm njeriu më i afërt i familjes time. Dhe unë i bashkoj mesazhit tuaj i dashur Qemal dhe ju bëj thirrje ditën e sotme të gjithë teleshikuesve që janë duke na ndjekur, por në mënyrë të veçantë personit që ne sot nuk e bën publik emrin dhe mbiemrin e tij, ndërkohë i kemi shkruar në adresën e tij në Facebook, një personi nga veriu i Shqipërisë dhe konkretisht nga Rrsheni, i cili dyshohet se prej 2 vite e gjysmë mund të bashkëtoj me Tleva Biçaku, nëse është duke na ndjekur të na telefonoj, pasi është babai që është i pari që juron të kenë lumturi dhe dashuri, vetëm ai do të di se si e ka vajzën dhe të dëgjoj zërin e vajzës së tij. Unë i bëj thirrje dhe gjithë shqiptarëve, ata që mund të kenë ndjeni për Tleva Biçakun, ata që mund ta kenë parë, ata që e dinë të vërtetën se çfarë ndodhi me fatin e saj që prej 29 janarit të vitit 2021, kur ajo u largua nga shtëpia dhe humbi çdo lloj kontakti, mos të hezitoj të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë. Regjia dhe njerë pasaporton. Pasaporton e kësaj të reje nga Lushnja, që fatkeqësisht Tleva Biçaku prej disa vitesh kurohej nga depresioni, është 34 vjeç, prej 4 vitesh rezulton e humbur për familjen Biçaku. Është baba i saj Qemali që ndodhet me mua në studio, i cili tregoi momentet e fundit me të bijën, dyshimet që ai ka, dhe shpresën se ndoshta mund ta gjej shumë shpejt. Ndaj ju bëj thirrje, na telefononi nëse dini të vërtetën për Tleva Biçakut. Unë vazhdimisht jap kontaktet tona, keni 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Zoti Qemal, unë të uroj që të jetë vajza juaj, ne do mbetemi në kontakt. Adresa e Facebookut e atij djali, dua të them, nëse nuk bëheshe miq shok të përbashkët, nuk arrije do të shikoje asgjë, as fotot,
se çfarë kishte postuar, por jam e sigurt që ne do arrim shumë shpejt të lidhemi me atë djalë. Jam e sigurt që do i gjejmë një numër telefoni, do kemi një kontakt nëpërmjet emigrantit që po na ndihmon dhe uroj që ajo të jetë vajza juaj dhe t'ja dëgjosh zërin sa më shpejt. Ty të lumë goja, të rojnë kalamët, edhe Zoti unë mi mofë në gjitha drejtimet. Unë të marë, ty, Dëroj. edhe stafit tuaj, unë jam shumë i kënaqur nga emisioni juaj, se unë çdo ditë Të besoj. emisionin tuaj e ndjek. Çdo ditë në orën 4 mu më ke, Para ekranit të Report TV dhe e besoj. sikur më ke këtu. Të besoj për këtë pjesë që na ndjek çdo ditë. Edhe më vjen keq, edhe për ata, se unë kam qaj, po qaj për ata që asë së mjofin, asë së mjofin. Kjo studioa jon është e mbushur e gjitha vetëm me Kur foto. pasha të fotografinë e Bleona Madës aty, e kam njek para gocës teme. Edhe kam qa. Se njeriu që është i vujtur vetë, e që është djegur vetë, E di e shumë vlerëson mirë, dhimbjen e Lalë. tjetrit. Ti më kujtove Bleona Matën dhe shumë njerëz mua më pyesin, më telefonojnë çdo ditë, më shkruajnë mesazhe se çfarë ka ndodhur me Bleona Matën, por shumë shpejt dua t'ju them që nëna e Bleona Matës së bashku me avokatin Ideit Beqiri do të jenë në këtë studio për të treguar se çfarë ka arritur studio e emisionit pa gjurmë së bashku me avokatin Beqiri për gjurmët e Bleona Matës, por shumë shpejt do të jemi në këtë studio. I dashur Qemal, do mbetemi bashkë në kontakt, se ne do të njoftojmë për gjithçka dhe uroj që kur të marrim në telefon të japim një lajm të mirë. Unë falenderit, lumë goja, Zoti u ruaj gjithë, e ne jam shumë i kënaq nga ana juaj. Mirë, ti do qëndrosh këtu, sepse gazetarët e mi po bëjnë gati një makinë të Report TV, do të çojnë deri te terminali, që mos të shkosh në këmbë siç bëre kur erdhe në Report dhe të nisesh drejt të Lushnjës. Kështu do mbetemi në kontakt dhe të falenderoj. Mirë, ne të dashur miq do shkëputemi në këto momente për të ndjekur këshillat e biznesit, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë për të vazhduar me të tjera histori. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, pas historisë e Tleva Biçaku, 34 vjeçares nga Lushnja që rezulton e humbur prej 29 janarit të vitit 2021, do ta vazhdojmë emisionin me të tjera histori, do të flasim për të tjerë persona që janë zhdukur dhe kanë humbur kontaktet me familjen e tyre. Do të zhvendosim në këto momente në qytetin e Fierit, do të jemi në kërkim të Aldi Metushit, një 45 vjeçar nga Fieri që shkëputi kontaktet me familjen e tij janarin e vitit 2005 nga Anglia dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Aldi Metushit. Regjia më njëherë na ndihmoi me pasaportën televizive, me foton e tij, i cili ka qenë shumë i ri në atë vit që ka humbur dhe janë foto që janë shkrepur kur ka qenë emigrant në Angli, foto që ja dërgonte familjes. Por fatkeqësisht për vitit të 2005 familja nuk ja ka dëgjuar zërin dhe nëse është shëndoshë mirë, Aldi Metushi sot i bie të jetë 45 vjeç. Por si humbi kontaktet Aldi Metushi me familjen, çfarë tha në telefonatën e fundit, çfarë dyshon familja dhe çfarë ka zbuluar përgjatë këtyre viteve për humbjen e djalit, ne do ndjekim material që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Aldi është një nga 3 fëmijët e familjes Metushi nga Fieri. Djali më i madh i familjes ishte 17 vjeç kur pasi bisedon me të ëmën, vendos të nisej drejt Greqisë me dajën e tij, Artan Kapaj, dhe kështu ndodhi. Në fund të nëntorit, nisen për në tokën Helene nga Mali, ilegalisht për të stacionuar në Kret. Atje Aldi dhe daja e tij ndanin të njëjtën banesë. Pasi punuan për afro 6 muaj kthehen dhe, kur ishte viti 1998, Aldi qëndroi rreth 4 muaj në Shqipëri dhe flet përsëri me dajën, kësaj here për t'u larguar drejt Anglisë. Në muajin shtator të atij viti vendimi ishte marrë, bashkë me dajën dhe me djalin e tezes, Ilirin, ata nisen me skaf për të kaluar kufirin drejt Italisë dhe më pas në rrugë toksore Gjermani-Francë me destinacion Anglinë. Rruga shkoi mirë dhe Aldi aso kohë ende një adoleshent, merrte atin në telefon duke pohuar se mbërritën dhe ishin shëndoshë mirë. Në një kamp anglez në Londër, paraqiten si kosovar dhe mundin të pajisin me dokumenta për 6 muaj deri në përgjigje të dokumentave të tjera.
kontaktonte me familje një herë në muaj, por derisa doli nga kampi, Aldi njihet me një grup djemsh, ku këta të fundit e rekomandoi në një agjenci punësimi italiane dhe kjo e fundit e pajis me dokumenta pune si shtetas italian. Me të filluar puna aty filluan të rralloheshin dhe telefonatat me familjen. Muajt kalonin dhe Aldi fliste gjithnjë e më pak në telefon. Adriatiku, djali Tezes, e mori Aldin në shtëpinë e tij në vitin 2000, në qytetin ku ai jetonte bashkë me familjen e tij. Aldi nis punën në një firmë ndërtimi dhe në fund të janarit të vitit 2005, për shkak të rrethanave, Aldi nuk mund të qëndronte më tek djali Tezes, kështu që lindi nevoja të largohej. Kaluan disa ditë dhe Aldi pasi ikën nga shtëpia e kushëririt, nuk u pa më. Pas humbjes së kontaktit atje, por dhe me prindrit në Shqipëri, familjarët bën denoncimin në polici, që prej asaj kohe nuk dihet asgjë për fatin e Aldit. Kjo është historia e të riut nga Fieri që humbi kontaktet me familjen e tij nga Anglia. Aldi Metushi, dashurmiq, unë ju bëj thirrje gjithë emigrantëve që kanë jetuar në Angli dhe e kanë njohur Aldi Metushi, kushdo që mund të ketë informacion, janë të lutur qoftë anonim të lidhen me studion e emisionit pa i gjurmë. Mirë, ne do ngelemi sërish në Angli, por do të jemi në kërkim të një tjetër shqiptari, pasi fatkeqësisht në Angli masivisht shumë shqiptar për vitin 1999 gjatë kohës së luftës së Kosovës u drejtuan Anglisë, përfituan letra një pjesë e mirë duke u hequr si shqiptar të Kosovës, por duhet thënë që një numër i lartë i shqiptarëve nga viti 1999 dhe deri më sot rezulton i humbur pikërisht në shtetin angles. Dhe ngelemi në Angli në kërkim të Besim Skilës, i cili dhe ai u largua në vitin 1999 si një shqiptar i pejes së Kosovës, i cili u pajis me letra dhe dokumenta të rregullta, kontaktet me familjen i mbajti deri në vitin 2000. Për gjatë një viti ka patur kontakte të rregullta Besim Skila në Angli dhe konkretisht në Londër, aty ku jetonte me familjen e tij, por në datën 5 shtator të vitit 2000 ka qenë telefonata e fundit që ai realizoi me familjen në Tiranë dhe më pas nuk dije se çfarë ndodhi me fatin e të riut. Nëse Besim Skila sot është shëndoshë mirë, sot i bie të jetë 51 vjeç. Njihuni me materialin që kemi përgatitur për Besim Skilën me Orgjin Gamati dhe rikthehemi në studio. Dy të moshuar jetojnë me shpresën se një ditë djali i tyre do të kthehet. Besim Skila nga fshati Gjoqa i rrethit të Matit, një 51 vjeçar sot, u nis në vitin 1995 drejt Anglisë për një jetë më të mirë. Besimi ishte shoqëruar bashkë me një nga kushërinjtë e tij. Familjarëve u tha se do të jetonte në Londër dhe se kishte filluar punë në një biletari. Kontaktet me familjen e tij i ruajti deri në vitet 2000. Ishte data 5 shtator kur u largua, por që nuk u kthye kurrë më. E vetmja gjë që kishte lënë pas ishte një shënim për kushëririn me të cilin jetonte, ku thuaj se ishte nisur për në punë. Familjarët nisën kërkimet me shpresën se do të gjejnë gjurmët e 51 vjeçarit, por asnjë rezultat. Qazim Skila, baba i Besimit, tregon se ka kaluar shumë sëmundje, por kjo e largimit të birit është si ajo plaga që vazhdon të rrjedh. Ai me lot në sy, nxjerr bllokun e shënimeve që mban në një xhep në anën e zemrës dhe mban shënim mbi detaje të historisë të birit. Kanë kaluar 25 vite, çdo gjë ka ndryshuar, përveç shpresës së familjarëve që besojnë, sikundër ai ka emrin, se Besimi do të kthehet një ditë. Kështu ka humbur kontaktet me familjen e tij Besim Skila pikërisht në muajin shtator të vitit 2000 përpara 25 viteve. Pas humbjes së Besim Skilës, familjarët bën të pamundurën që të shkonin vetë në Londër dhe të bënin kërkime. Madje Besim Skila, një prej vëllezërve, ka ende në Londër, i cili vazhdon të bëjë kërkime. Ai ka bërë denoncim në policin aty në Londër, ka bërë kërkime kudo dhe ka zbuluar një fakt të rëndësishëm, se në vitin 2001, pra një vit pas humbjes, ishte ndaluar nga policia Besim Skila dhe për shkak të një pengese me dokumentat që kishte të shtëpisë që kishte marrë me qira, ishte dëbuar nga shteti anglez dhe riadhesimi sigurisht do të bëhesh në Kosovë, pasi ai ishte prezantuar si një shqiptar i Kosovës, ishte pajisur me letra kosovare. Vërtet Besim Skila i humbi kontakte me familjen 2000, por familja ka zbuluar se një vit më pas, e theksoi deri në vitin 2001, ai ka jetuar në Londër pasi ka pasur një ndalim nga policia e këtij vendi. Por se çfarë ka ndodhur me fatin e të riut,
njeriut, pse ai përgjatë këtij një viti që ka qenë i lirë, ka jetuar në këtë vend, nuk ka kontaktuar me familjen, ende ngelen pikpyetje të mëdha. Dhe pikpyetjet ende më të mëdha bëhen çfarë ndodhi pas vitit 2001, ku policia angleze e riadhesoi. A ka mbërritur në Kosovë Besim Skila dhe mund të jetë rikthyer sërish në Londër? Kjo ende nuk dihet. Ndaj unë ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve që janë duke na ndjekur, kushdo që mund ta njohë historinë e Besim Skilës, kushdo që mund të ketë informacion, mos të hezitoj, por të lidhet me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, pasi është familja Skila, e cila tashmë ka bërë denoncim edhe në Report TV. Regjia na ka ndihmuar me fotot e Besim Skilës, fotot të cilat edhe këto janë shkrepur në Londër, kur i riu e asaj kohe ka qenë emigrant, foto që i dërgonte familjes nëpërmjet postës elektronike, kontaktet kanë qenë të rregullta dhe askush nga familja nuk e ka besuar që Besim Skila do të humbiste, do të fikte telefonin dhe nuk do kontaktonte më familjen e tij. Uroj dhe shpresoj që 51 vjeçari nga mati të jetë shëndoshë mirë, mos ka ndodhur asgjë me fatin e tij dhe uroj të lidhet me familjen. Mirë, ne do të shkëputemi sërish bashkë, dua të prezantoj në këtë momente një klip të rëndësishëm. Bëhet fjalë për Prostatolin dashurmiq, i cili është një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore që ndihmon për problemet dhe funksionimin e prostatës. Njihuni me Prostatolin dhe rikthehemi sërish bashkë live. Mirë, jemi sërish bashkë live dashurmiq për të prezantuar dhe historinë e fundit që ne kemi përgatitur për ditën e sotme dhe do të jemi në Durrës në kërkim të Bledar Sulkja, një 49 vjeçar i cili ka humbur kontaktet me familjen e tij nga Spanja në datën 25 gusht të vitit 2002. Regjia më njëherë na ka ndihmuar me foton e Bledar Sulkjas. Ky është 49 vjeçari dursak i cili kishte emigruar në disa vende të Europës dhe ishte përshëndruar në vitin 2002 në Spanjë. Kontaktet i ka pasur të rregullta me familjen, ka qenë i pajisur me dokumenta kroate Bledar Sulka, i cili njihesh në shtetin spanjoll me një tjetër emër, me një tjetër mbiemër, por telefonatën e fundit realizoi me të vllajën duke treguar se ishte mirë dhe ka qenë data 25 gusht e vitit 2002. Pas kësaj date, telefoni i Bledar Sulka rezulton i fikur dhe familja prej atij viti nuk di se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. U dyshua fillimisht nga familjarë se ndoshta i riu e asaj kohe mund të kishte përfunduar në burg. Ata kanë bërë një denoncim në polici, pikërisht në vendi ku ai ka humbur. Kanë marrë dhe përgjigje zyrtare nga policia se me emrin Bledar Sulkja, por dhe me emrin e dytë kroat që i mbante në shtetin spanjoll nuk figuron në burg. Ndaj familjarët e kanë hequr këtë dyshim dhe janë ende në kërkim për të zbuluar të vërtetën. Por kush është historia me më shumë detaje për zhdukjen e këtij të riu nga Durrësi, dua të prezantoj materialin e radhës dhe rikthehemi. Ishte ende një adoleshent kur Bledar Sulkja nisi emigrimin për herë të parë në Itali, ndërsa në vitet 90 u pajis me letra të rregullta. Atje merrej me punë të ndryshme, por disa vite më vonë vendosi të zhvendosej në Gjermani. Pas 4 vitesh qëndrimi atje, në 2002 emigron drejt Spanjës ku vendoset konkretisht në Valencia. Ndërsa lëvizte nëpër Europë, me familjen kontaktet i kishte të rregullta deri më 25 gusht të vitit 2002. Herën e fundit ai komunikoi me të atin, të cilit i pohoi se nuk mundej t'u sillte para, pasi sapo kishte bërë një pasaport kroate. Pas kësaj telefonate, kontaktet me Bledarin u shkëputën përgjithmonë për të mos u lidhur më. Pas këtij momenti në familje erdhin informacione të ndryshme lidhur me vendodhjen e 48 vjeçarit, por deri më tani nuk është arritur në gjurmët e tij. Sipas disa thashethemeve, familjarët mësuan se Bledari ndodhej në një burg në Sevilje të Spanjës, gjithashtu edhe pak vite më parë. Një dëshmi që e forcon këtë dyshim është ajo e një djali nga i cili pretendon se ka qenë në burg bashkë me Bledarin dhe se është takuar me 48 vjeçarin nga Durrësi. Dyshimet janë se Bledari mund të ndodhet ende në atë burg me një emër tjetër, duke pasur parasysh se ai më herët që pajisur me një pasaport kroate. Kështu ka humbur Bledar Sulkja kontaktet me familjen e tij nga Spanja gushtin e vitit 2002 dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij, kanë kaluar shumë vite. Nëse është shëndoshë mirë, dua ta theksoj, Bledar Sulkja sot i bie të jetë 49 për 50 vjeç. Ju bëj thirrje edhe për 50 vjeçarin nga Durrësi, Bledar Sulkja, kushdo që mund ta njohë këtë histori, ka informacion, mos të hezitojë qoftë anonim të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë. Mirë të dashur miq, unë dua të falenderoj juve që qëndruat me mua deri në fund të programit, më kushtuat kohë. Ju falenderoj gjithë qytetarëve që kanë telefonuar dhe gazetarët
shqiptarët e mi mbrapa kujtave kam pritur telefonatat tuaja. Falenderoj të gjitha ata që na ndihmojnë me informacione për këta njerëz të humbur, për këto fotografi që ne prezantojmë çdo mesditë këtu në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë live në Report TV. Mirë, ne bashkë do të takojmë sërish nesër, mos harroni live ora 16. Mirupafshim.